Kolonat që shohim në ekranin e madh të studios janë personifikimi institucioneve publike, shtetërore, të qëndrueshme, të forta, të pavarura. Në fakt, udhëheqësit politik shqiptar kanë kërkuar gjithmonë të hynë histori, kanë bërë çmos të hynë histori, si thuash, nëpërmjet jetëgjatësisë tyre në pushtet. Ose, dhe kjo është ajo ku duhet ndale vetëm pak sekonda, ose duke bërë vepra publike të llojit hidrocentraleve, urave, rrugëve, dhe kjo është arsye që her pas here mbështetësit e ndonjë lideri politik thonë që ai ka bërë hidrocentrale, ose mbështetësit e ndonjë lideri tjetër politik thonë që ai ka bërë rrugë. Është e çuditshme se si nuk u shkon në mendje që të hyjë në histori nëpër një rrugë tjetër, nëpërmjet një rruge tjetër, nëpërmjet ndërtimit të institucioneve publike dhe shtetërore shqiptare, nëpërmjet ndërtimit të një burokracie eficiente, nëpërmjet ndërtimit të një administrate, si thuaç, punë madhe. Janë këto të fundit, janë disa gjëra që nuk preken, po janë të vetmet gjëra që nga udhëheqësit tanë politik ose nga ata që kanë sunduar në këto troje për qindra vjet me radhë, nuk janë ndërtuar ndonjëherë. Dhe të paktën në optikën time, ka për të hyrë në histori megjithmonë, seriozisht, ai udhëheqës politik që do të jetë në gjendje që në arkun e 4, 8 apo 12 viteve do të punojë në këtë funksion, në funksion pra të ndërtimit të institucioneve të cilët këtij vendi i kanë munguar gjithmonë. Foto tjetër. Silvio Berlusconi, të cilin e shohim në një rrethant të pazakont. Është i prekur, është duke qarë, duke derdhur lot. Është duke derdhur lot dhe është në ditën kur gjykata e kasacionit në Itali dha vendimin me anë të cilit e pengon Berlusconin të përfshihet në politikë për një 4 apo 5 vjet. Dhe Berlusconi e ka përjetuar në mënyrë të tillë. Pra kanë qenë, për ta lidhur pak me foton e parë, kanë qenë institucionet italiane që, si thuash, e kanë vendosur këtë burr, këtë njeri që ka bërë shiun dhe breshën në 20 vitet e fundit në Itali në këtë rrethant. Pra e kanë bërë të derdhilot. Unë personalisht nuk kam ide se nëse si thuash janë institucionet italiane të drejtësisë që janë qepur me bukë në trast Berlusconit që e kanë bërë të lërë politikën, apo Berlusconi do ta lindë politikën gjithsesi nëse edhe në rrethanat të institucionet italiane nuk do t'i qepeshin me bukë në trast. Pa ajo që dim me siguri është që institucionet e kanë vënë, si thuash, me shpatulla mbas murit. Është një gjë që shqiptarët do duhet ta uronin shumë, që institucionet e shtetit tyre të vinin me shpatulla mbas murit. Ndonjë politikan të tyre që e meriton të vihet me shpatulla mbas murit shumë më tepër se sa e meriton Berlusconi për italianët. Foto tjetër. Dhe e fundit e imja. Dhe nuk kam më gjë të madhe për të thënë. Është shifra 3 që është fronësuar dhe është shifra 4 që ka hyrë në fron, viti 2014, gëzuar vitin e ri 2014. Këtu rimja bëj dhe të ftuarit tim Armir Shkurti, që e ka në studio. Gëzuar dhe shikuesve në ebet rasti. Vit mbar, edhe jam i nderuar që këtë vit po e hap me mua, që faleminderit. Për mua është kënaqësi. Në fakt nuk është se kam kërkuar të hap me ju, kështu që lloj dhe po nuk duket moment i keq për të bërë bisedë në studio me ty. Mirë, atëherë, fillojmë intervistën fotografike. Unë kam përgatitur një numër të madh fotosh, nuk e di sa foto deri te cila foto do shkojmë. Unë do doja që të kalojmë sa më shumë foto, sepse kam përshtypjen që kam zgjedhur të lezetshme. Fotoja e parë për Armir Shkurtin. Foto e sikletshme, po i shoh këto vajzat, po më shpëtojnë ato trastat, nuk njoh asnjë nga ato, betohem. Nuk e di pse më ke zgjedhur për vajzat apo për trastat. Nuk e di, janë të dyja. Vajzat dhe unë si njoh, në rregull, dakord. Mund të flasim për trastat atëherë. Është edhe mund të flasim për vajzat pa merak fare, megjithëse nuk i njohim. Jo, kam unë merakun jashtë ekranit, duke kam këty. Atëherë, për sa i përket, është foto shumë e bukur, është një foto shumë e bukur dhe shumë domethënëse. Thash trastat kërkojnë ndje se ato janë vajza aq elegante sa nuk mund të kenë trasta, kanë këto qeset e bukura të butikës, edhe
është modeli i vajzës së kohës, po le të themi i zonjave të kohës, edhe zonjat që janë vajza zonjusha më, është normalisht është një nga antidepresantët më të kohës, më trendi sot, shoppingu. Për femrat? Për femrat besoj po. Po për ne, nuk është po ti? Po ne, unë personalisht, për shumë, kur më duhet një gjë, më duhen këpucë, e zëmë shkoj të dyqani këpucës, gjej numrin tim, e marr, e shoh, e provoj dhe iki. Ndërkohë që ndodh krejtësisht e kundërta, shkojmë për këpucë, shohin, po prit për një sekondë të gjejmë çorape një herë, se këpuca nuk ri pa çorape. Po ato të kuqet si këpuca atje më pëlqejnë. Mi po nuk kam xhaketë, shohim edhe për xhaketë? Okej, shohim edhe për xhaketë. Po pa një kështu varë se ku shkohet, le e fare lëm shopping. Jo, kthehemi e marrim edhe një herë, përfundojmë tek 2 ose 3 palë këpucë, që shkojnë me 4 ose 5 xhaketa, etj, dhe një buzëqeshje të lumtur në fund. Është një antidepresant, pak i shtrenjtë i kohëve tona, apo ku ka gjë më të bukur se të kesh lumturi dhe harmoni me personin që do. Thjesht se thonë nuk e blen para e lumturinë, po të paktën ti mund të blesh lumturinë tënde duke sjell buzëqeshjen përmes këtyre. Këto që ti ke veshur sot. Po. Nga këpucët. E sipër. Në fjalë, ti nuk ke asnjë rol. Ti ka bler jo të shoqe. Unë kam si s'kam rol, pse kush i provon. Unë shkoj, i provoj, i vesh, moment që më matem të mua sa më shkon, jo, lërë, nuk shkon kjo. Patjetër heq. Jo, dhe unë jam ai që i vesh dhe i provon. Normalisht pa mua nuk bëhet asgjë. Edhe normalisht jam në fund fare se më pëlqejnë gjitha dhe i paguaj. Një lloj miratimi në fund të japim edhe ne, ha? Po patjetër diskutohet, jemi burra që jemi. Po kjo vjen mirë nga përtatësia apo shopping është një cilësi femërore? Unë nuk e di, ndoshta të kthehemi çik më serioze. Ne jetojmë në një shoqëri të dukjes. Dhe në shoqërinë e dukjes ka shumë rëndësi se si mbahesh, se si komentet gossip sot është, ama kishte vesh si katunar. Kishte vesh, si nuk i shkonte ajo, kishte vesh këto, kishte vesh ato. Ndërkohë që në punën tona, si timen, si tëndet, gjë e fundit që është ti kushtosh vëmendje gjithë këtyre gjëra sepse është jeta aq intensive, personale, po mbi gjitha jeta e punës saqë unë nuk mendoj se bën diferencën një xhaket blu nga një xhaket kështu si e jotja, nuk bën ndonjë diferencë. Unë nuk mendoj që ti je një muç tjetër se ke veshur këtë xhaket sot nga pardje që kishi xhaket tjetër. Kjo nuk përbën ndonjë gjë. Dgjoj, ne si vishemi. Gratë shqiptare si vishen. Në fakt, nëse më lejon të jap opinionin tim, unë kur nuk e di, nga vëzhgimet që bëj unë. Në fakt, të jap dhe unë një opinion për fotot e tua se s'më le të flisë aty. Për fotot e mia? Për fotot ato qendrore. Po nuk e di. Po, ja, bëj parantezë të vogël. E para punës një herë që ishte shumë domethënëse plakata, via del plebiscito. Rruga e plebiscitit. Aty u bë tubimi. Nëse po fjala plebiscit me atë Berlusconi që qante ishte domethënëse. Dhe e dyta, nuk kishte kuptim një foto e Berlusconit pa një femër në krah. Ishte edhe një zonjë atje. Është detyrueshme, është i mallkuar që të ketë një femër ngjitur. Ishte Pascal, është e fejuar aty. Tani ma kthe po duash. Tani u kam vënë vëzhgimin në shkurt. Kam vënë që në këto vendet e mira, le të them, Italia, Franca, ka vënë që femrat, italianët dhe francezët, unë e di që mund të provokoj kështu i çik animozitet dhe zëmërim të gra shqiptare, po vishen më mirë se sa femrat tona. Ky është vëzhgimi im. Unë kam një formim frankofon, se 8 vjet kam bërë gjuhë e huaja. Edhe kam patur fatin të shkoj në Francë edhe të shoh të vëzhgojmë atë jetën kur kam shkuar herët e para të shoh. Dhe kam parë, femrat franceze nuk lyen në botë si femrat tona, në jetën e përditshme, në botë. Krye dakord me këtë që po them, a? Absolutisht. Së dyti, femrat franceze vishen shumë bukur, po vishen shumë thjesht, në mënyrë shumë modeste. Në kuptimin jo varfër, po veshin gjëra që nuk ka nevojë të tregojnë të gjithë hiret e tyre. Ke femrat italiane, mendoj që shtëpiaket, e thonë dhe vetë italianët, shtëpiaket kanë një plot kotësi, merren gjithkohës pikërisht me këto gjëra, me parukeri, me ton, duke ngratë si të patinuara, me gjerdane, me veshje të rënda, me çanta të bukura, dhe këtu fillon dhe rivaliteti, pastaj unë kam firmën filan, markën filan. Në një vend si Yni, edhe unë pa dashur të fyej askënd, po 10 gjebosur me bishin përpjet sikur nuk parashkon. Domethënë, ato lekë që fitohen këtu, sa me djers, edhe ato që fitohen pa djers, po është me sakrificë, edhe leku drogës, edhe leku tjetër është me sakrificë, rrezikon burgun. Ai lek është përdoruar në këtë formë edhe me këtë lloj rivaliteti. Mua nuk më bën diferencë kush nga veshja. Mua më intereson një person që ti i veshur pastër në mënyrë të rregullt, që të tregon diçka, dhe pjesa tjetër është këtu.
Edhe unë kam përshtypjen që ne burrat shqiptar vishemi më keq se gratë tona. Çdo të thotë më keq. Po, nuk e di, prapë ky është një vëzhgim i imi. Femrat në rrugë unë i krahasoj me ato që krahasova, dhe më duken të eshur më keq. Po kur i krahasoj me burrat që kanë krah, i shoh më të kuruara se sa burrat. Burrat i shoh shumë. Ndoshta ne do të cillim në mod fustanellë, më tregojmë të ne shalët se na kanë burrat. Mirë. Po. Mirë atëherë, foto tjetër. Mirë atëherë, ndërkohë që pamjet edhe mund të rrjedhin, ne mund të kthehemi në studio. Nuk e di tani. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin është në ADN-n time. Unë kam dalë në skenë shumë i vogël, kam dalë rreth 9 vjeç e gjysmë në skenë. Edhe për herë të parë kam interpretuar në një pantomim, përveç një kori notash që ishim, unë kam qenë nota 6, që s'ka përkuar ndonjëherë me notën time në jetë. Po pastaj vetë kam interpretuar kërkohat i profesorit të interpretoja një pantomim që kisha parë në cirkun i Tiranës. Edhe ose rastisht kam dalë dhe unë me një pantomim. Jo se duhet të krahasohem me Chaplinin, shumë larg, po në atë periudhë ne shihnim këto filmat për të qeshur, filmat komik, Olion Stelion, Ben Torpi, Charlie Chaplin e të tjera. Dhe për mua, Charlie Chaplini kishte gjë krejtësisht të veçantë në atë që shija. Më bën për të qeshur dhe sot Olion me Stelion, humori i tyre. Ndërsa Charlie kishte një gjë që më vonë kam kuptuar që ky njeri nuk është ndoshta njeri i zakonshëm, po ky është niveli i Einsteinit për sa i përket kinematografisë dhe artit. Po kishte është një gjë që ti e ke kuptuar cila është? Gjëja që ky njeri është, le të themi, babai i kinematografisë dhe babai i një lloj humanizmi ose i humanizmit të themi në total në artin e kinematografisë. Sepse në rastin konkret kjo nuk është komedi në këtë moment. Kjo është fjala për filmin Dritat e qytetit. Është Dritat e qytetit, është skena e fundit. Charlie shkatandisur rreth Sketcop, që t'i vinë syt asaj zonjushës, të cilën njihet rastësisht dashuron ashtu siç ishte rreth Sketcop dhe ajo. Dhe ky del nga burgu ku ka rënë për t'i dhënë paratë asaj, për t'i gjetur paratë për të shëruar syt. Ajo me ato para ka hapur dyqan, është bërë kjo zonjë e madhe, dhe ky thot, "Yes, I can see now." Ti shet tani, thot Chaplini, po, dhe lumturia e tij që i kanë ardhur syt. Ky film është i gati 100 vjetëve më parë. Dhe ky film në Shqipëri, megjithëse në Shqipëri kuptohet rrota shotulluar shumë ngadalë dhe shumë edhe Balzaku është aktual për sot, po dhe Chaplini me këtë lloj humanizmi ngelet unik. Plus nga mënyra se si ka bërë kinematografi. Kinematografia e llafeve, e dialogjeve të ngarkuara etj. Nuk është kinematografi, është një teatër i sjell në ekran, ndërsa ky film që shijohet vetëm duke parë lëvizjet e njerëzve, gjuhën jo verbale, duke parë një pikturë të ndërtuar në mënyrë perfekte, urdhon lëviz kuadri brenda, domethënë personi brenda pikturës, por nuk lëviz piktura, është për mua ky është babai dhe ky është normalisht kthehet kinematografia ke ky shpesh. Plus që është një artist i gjithanshëm, është kompozitor i filmave të tij, është regjizori, është interpretuesi, është gjithçka e filmave të tij dhe unë kam ndjekur rrugën e teatrit për 12 vjet. Pastaj mora drejtim tjetër për pak kohë dhe jam kthyer në gazetari dhe në një farë mënyrë bëj një lloj kinematografie, thash dhe herë, do të ishte mendje madhësi e jashtëzakonshme nëse them bëj Chaplinin. Por është një frymëzues i jashtëzakonshëm për mua Chaplini. Nuk e di mirë, unë kam përshtypjen që edhe mbas 100 vjetësh ky do të çmohet, po kaq sa të çmohet sot. Po aq sa të çmuar në kohën e vet. Ndoshta më shumë bëhet shoqëria aq më vlerë ka Chaplini. Edhe mua më ka bërë përshtypje, përveç që ka një mesazh, thuaç universal të shtrirë në kohë, ka dhe një mesazh universal në kuptim tjetër që në të gjitha regjimet, ai ishi preferuar. Gjatë kohës
regjimit e Merogjës, me ishte censuri që shumë i strece edhe shumë të kanjoze, këtë nuk e censuroj. Sepse edhe në Amerikë të e kanë quajtur bolshevik Chaplinin edhe si tu është me rregull treshi i bindi që ishte hyni. Plus që ka dhe diktatorin e madh. Ka pas diktatorin. Po diktatorin e madh ishte për Hitlerin që ishte i keq. Po mirë, është alegori edhe për ato tonë. Diktaturë proletariati. E ne kishim proletariatin që u thiqte. Edhe po ky në këto filma ka për shembull kohët moderne që e kishte shumë qef regjimi sepse ishte mënyra se si e shtyp kapitalizmi punëtorin. Mi po është shumë i habitshëm, ta shohësh dritat e qytetit sot është shumë i habitshëm këtë kohët moderne kur shef atë robotizimin e punës. Kur sot kanë dalë pajisje sofistikuara kamera që kontrollojnë në përvendet e punës, në përbare, në rrugë, ai e ka në ndërmarrje. Chaplin shkon të pi cigari, del shefi atje e thotë, "Ço do të vrap në punë." Kështu që për mua ka qenë një lloj le të themi korifeu dhe është një nga personalitetet më fanatik që mbajti këtë lloj kinematografie deri gati afër fundit të karrierës. Bëjmë një zhvendosje të fortë, diskutime. Dvim dhe Shqipëria sot me ku gjithashtu bëhet humor. Pyetja ime është, bëhet humor i mirë sot, ditët sotme? Bëhet. Nuk e kam kështu si zhanër në televizion, bëhet. Unë për shembull ti je shija, unë ti ta vlerësosh. Më të madh portokallin. E shoh me qefin e jashtëzakonshëm. Nuk është se shkëlqen për herë, po ka puntata ku shkëlqen dhe është nostalgjia e një atij që është humor, ka emisione radio, televizive, ka dhe humor në jetën e përditshme. Te protokollia meritesh e kujt? Mendoj e kolektivit, nuk në këto arte kolektive edhe këtu për shembull, le themi është i madh Chaplini. Po shisa çfarë interpretime bën ajo zonjusha duket e tamam një e verbër, po normalisht edhe kamera, edhe ndriçimi janë komponent. Ne tash do ta zhvillojmë këtë bisedë, qofse s'do ishte djaloshi që na vuri mikrofonat. Është art kolektiv. Unë mendoj që është e gjithë, ka lëng gjithë nga fillimi në fund. Humor Shqipëria ka dhe parlamenti humorin e vet. Se unë për veten time kam arritur në konkluzionin që humori anglez është humori më i vështirë, se ti na tregove ato kolonat. Pra është një vend aq i strukturuar sa të gjesh një pikë zhul në gjithë ato rregull, është merit e madhe. Kurse tek ne të bien si hurmat në nëntor, po ta bien kokës humori çdo moment, prodhon politika, prodhon polici, prodhon qytetarit, gjithë prodhojmë ne. Nuk di, kam përshtypjen që mund na dalin foto që mund na rikthejmë përsëri te kjo biseda e humorit prodhon politika. Me sa më mend. Foto tjetër. Sa foto e bukur kjo. Unë nuk mendoj që është... Duket si sajuar në kompjuter, po është foto e vërtetë. Jo, është origjinale, duket. Unë nuk mendoj që djaloshi që është në motor tjetë shqiptar, dhe tjetë bërë foto në Shqipëri. Jo, nuk është shqiptar. Po pse nuk e mendon ti? Po nuk e mendoj sepse asnjë motociklist shqiptar nuk vesh atje lekun e verdh. Dhe do të qesh shumë e vështirë që edhe qofse s'do kishte je lekun, prapë të kishte skafandër dhe kjo është e veçantë. Kështu që janë dy elementë që nuk është Shqipëria. Po foto është shumë e bukur, edhe ti ke zgjedhur kështu tamam apropo, po më kujtohet, mund ta them se nuk ofendohet zoti Berisha, po më kujtohet që kur iku nga presidenca, thanë që e mori dhe koltukun me vete, mori pajisjet e zyrës. Edhe në një lloj metafore është ne mendojmë shumë për prapanicën tonë, edhe shumë bukur që inshallah është në një zotëri që ka në një lloj pushteti, në një lloj ka lënë detyrën, për shembull ka kap reforma. Ky ligji në punë si civil e kanë hequr, e kanë shkurtuar, edhe atë poltronin e ngrohtë e ka marr edhe lëviz. Ti je sigurt që Berisha nuk ofendohet? Po jam i sigurt patjetër. Ai kupton humorin e pëlqen. Se kam përshtypjen. Që shijon humorin edhe unë jam i bindur, po kur pickohet vetë nga kritika satirike, ka përshtypjen që i vjen çik hidhur. Nuk e besoj. Ja, se besoj. Foto tjetër. Edhe kjo një karikatur, një digresion. Kthehemi pak në kohë, me që the humori, unë kam pasion dhe kam një koleksion e ndet të revistave Hosteni. Ka qenë mirë ato revista. Super. Super. Arrinte kritika deri në një lloj niveli të caktuar, me një lloj finese të caktuar, por kanë qenë gjithë ajo plejada klasikëve të humorit shqiptar, me Qamil Buxhel, e me radh deri te më të rinj fare, deri Lutfi Dervishi ka pas shkruar.
e karikaturisë që po përmonda një pastaj bie të përmend të gjithë, edhe ka pas bërë humor. Edhe karikaturat na mungojnë, më pëlqen që bën ende KPG-u tek Mapo karikatura, po karikatura është element shumë i shëndetshëm, edhe me dy viza flet sa i libër. Kjo është fantastike, kjo ankesa dhe mirënjohja është fantastike dhe është realiteti për fat të keq i sotmi. Mirënjohja është një monedhë shumë e lirë, por kushton shumë shtrenjtë. Edhe është aq reale sa nëse do na lejonte koha televizive, qëndrojmë 5 minutë vetëm ta shijonim dhe të reflektonim për këtë, sepse është vërtet ne për çdo gjë ankohemi. Çdo gjë nga momenti i parë, që kur lind dielli, si është ky diell na dogji, po sot që nga i ftohtë. Po ne ankohemi ndaj Perëndis, na bie një e keqe, themi po pse o Zot kaq i padrejt. Na bie një e mirë, kemi bërë vetë themi ne. Kot fiton llotari, sa i Zoti bleva biletën. Humb llotarin thot, po pse o Zot kaq i padrejt. Ajo është real, nuk mendoj që është vetëm shqiptare, është mbar botërore. Qëndrojmë me që më ke nxjerr Chaplinin dhe më ke, si thosh, më ke futur në një qeli, sepse jam shumë i fokusuar ke pjesa mungesës humanizmit. Ajo që vuan sistemi sotëm përgjithësi po tek ne. Që shumë pasionor për Chaplinit, ëh? Shumë. Chaplinin e kam. Është një pjesë e ADN-s time. Është pjesë e ADN-s time. Mënyrat menduarit, mënyrat veprorit. Ai arti i jashtëzakonshëm i pantomimës është brillant edhe gjetja, edhe këndvështrimi satirik. Kjo mendoj është bota e sotme. Shqipëria po e po, duhet të vazhdonte radha edhe këtej dilte andej tutje. Kjo është bota e sotme. Mos mirënjohje, egoizëm, edhe egoizëm që po arrin deri në qelis, deri në familje. Gjë që për mendimin tim pastaj ka humbur kuptimi i jetës, nëse është bërë fe, paraja, dhe është bërë. Jo, është bërë, nuk diskutohet, po është bërë një fe shumë tradhtare. Është bërë shumë tradhtare. Gjithatë ne vazhdojmë besojmë dhe shtojnë radhët kjo pjesë. Ti përmend revistën Osteni, të cilën edhe unë e kam veçuar atëherë bashkë me Gazetën Drita dhe Gazetën Zërinis kohët e fundit. Po. Ishin si thuar si entitete që i ikin vigjilencës komunistat ato kohë, dhe ishin gjëra të ndryshme nga pjesa tjetër. Po kjo Osteni nuk mund të mbajë sot? Nuk ka kështu talente për ta mbajtur, për ta bërë një Osteni një gjë të ngjashme? Them ne sepse Filipi... Sa vite ekzistoja, mbas përmbyshjes? E ringjalli edhe vonë. Edhe unë kam shkuar bile edhe një 2, po themi, kryeartikuj të Ostenit, edhe është një lloj krenarie, se atë që kam patur ideal, dhe kam patur dhe model, formim edhe të satirës dhe të humorit, edhe aty kam shkruar. Në qoftë se i nështrohen ekonomisë tregut, edhe këto lloj, po themi, institucionesh, pastaj kanë pamundur që të ekzistojnë. Ne jemi po është e pamundur, satira nuk konsumohet dot satira publikisht. Nuk konsumohet, ca nuk e përtypin, e kuptojnë, por nuk e përtypin se si vjen mirë. Ca tjerë nuk e kuptojnë, ca të tjerë e sulmojnë, dhe është shumë e vështirë që ti të bësh treg me satirën. Ne kemi fatin e madh, përfshi veten time, që kemi këto lloj mundësish dhe emisionesh që mund ta shfaqim, por në Shqipëri dritare shumë e ngushtë, frengji shumë e ngushtë. Armin Shkurti, për gjithë teleshikuesit që nuk e din, ka që nuk e din, ndoshta bën dhe programin Alarm në këtë televizion, Ora News. Publicitet. Mirë. Kjo është foto e radhës. Kjo është foto e radhës, është më ke bërë një jo thik me 2 preza, por është një nga ato brisjet, se s'di nga ta përdredhësh muhabetin, po para ca ditësh një kolegu ju në studio kishte botuar diçka në Facebook, thoshte ka shku kriza në parlament, thoshte se kanë filluar i printojnë nga të dy anët fletët. Dhe unë i them, kriza do të jetë kur përdoret për 3 herë për të fshirë. Tani, në rastin konkret është një tualet modern, le të bëjmë një lidhje kështu që edhe nevoja për informacion është nevojë, si të gjitha. Kështu që kjo nevojë ka pak rëndësi kur merret. Ka shumë njerëz që i vjen frymëzimi në tualet, thonë i vjen ka që lexojnë në tualet. Personalisht nuk e preferoj dhe mbi të gjitha këto nevojat ndaç personale, ndaç kolektive,
nuk kam qef t'i marrë kështu në grupë se si është. Dhe këtu që nga dhe padallim gjinie, që nga në gjithë që nga në harruar, që nga në Zvicerane, Gjermane, diçka gazeta, diçka shumë e rëndësishme. Po ti nuk preferon frymëzimin në tualet, ai mundohet, frymëzimi kur të vjen. Po nuk kam kohë më muçin në mëngjes në tualet. Mëngjesi është super i ngarkuar, në një rruhesh, në një mbledh gjërat, në një bën gati fëmijën për shkollë. Duhet të jesh urgjent këtë gjitha, kështu që nuk ke kohë. Kjo bota jone e gazetarisë si është? Bota jon Shumë njerëz shqiptarë, qytetarë, do në hankojnë shumë. Kam drejt? Është dy terma banal, po si kam thënë unë, i thot Jacques Prévert, poeti im i preferuar, edhe ai ka prodhuar dashurinë time për poezinë. Jo për atë poezinë që fillon syt buzët, po një poezi e drejt për drejt, dhe si këndon një prostitute. Bota jote brendshme, mut, gjak dhe urinë, nga koka te këmbët, nga këmbët tek zemra. Tani kjo bota jonë, qoftë do e perifrazoja si Jacques Prévert. Ne nuk mund të themi ne mediat, ata politikanët, këta policët, ne qytetarët. Ne jemi një njësi. Media është pasqyra. Qoftë se ti delte, dukesh i shëmtuar mëngjes, dukesh i plakur, dukesh i lodhur, mos ma vër fajin mua. Ne kemi të meta tona, po mendoj që ne kemi më pak të meta, prandaj na lejohet, si thot Krishti, të dëgjojmë kurrën e parë. Ne kemi më pak të meta se ne jemi pasqyrë, ne nuk bëjmë. Ne marrim dhe përcjellim. Ne kemi presionin politikës, presionin ekonomik, presionin shoqëror, kemi të gjitha. Dhe pavarësisht nga këto ne mbajmë ekuilibrin, se ne ndryshe nga politika që mund gënjej, ne një gënjeshtër na kushton karrierën dhe profesionin. Kështu që unë mendoj, është pjesë e këtij universi, pa dyshim, pa pikën e më dyshjes për këtë gjë, por është një media e cila ka ecur më përpara se politika dhe është duke e pritur politikën. Është më përpara tu? Po, është më përpara. Është më përpara. Po, nuk e di, në tërësinë e sistemit shqiptar, të institucioneve, shkollave, ku di gjëra, politikës, sistemit gjyqësor, policisë, medias gjithashtu për cilin po flasim. Cili duket sektori më i smur? Edhe smundja cilit na kushton më shumë. Mua më duket pa dyshim sektori më i smur është politika. Sepse politika ka krijuar në Shqipëri oligarki. Pra lidhje simbioz me biznesin e pisët. Biznesin kriminal e ka ushqyer ashtu, edhe ushqehet prej tij. Dhe ka krijuar oligarki. Edhe për një kiosk qelbur sot ton e ka filani për X politikan. Ca janë abuzive, po ca janë dhe të vërteta. Dhe ka një simbioz mes këtyre. Ka dhe përdorim, nëse shef nga i herë del X kryetar partie dhe thret një grup biznesi. Dhe vinë ata dhe i qajnë këtij. Pastaj merr tjetrit vetët dhe i qajnë për këtë tjetrin. Po të shohësh biznesin, pastaj më tutje. Ne kemi bërë fund vitin e kaluar, kemi bërë tema të ndërtuesve që kanë shitur 2-3 herë banesa. Kemi këto bizneset e rrugëve, që u lanë gjatë fushatave, që u bën për fushatë rrugët, që u lanë pa paguar, për çfarë arsye? Pse nuk lidh kontratë normale, pse nuk hedhën gjyq shtetin e kështu me radhë. Është një lidhje, kjo oligarki pastaj ka prishur gjithë sistemin, ka qelbur gjithë sistemin. Para vitit të ri, Brukseli i tha jo kërkesës Shqipërisë për statusin e kandidatit. Sipas te, cila ka qenë arsyeja që ka bërë ata thonë jo? Sepse ne mund gënjejmë veten, po botën nuk e gënjejmë dot. Dhe janë dy, po marrë vetëm një tok fjalësh. Luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Tani, nëse ti merr Arben Imamin dhe dënon ose pretendon ta dënosh si në xhmien për kafe. Kjo opozit u çua dhe tha, janë shitur objekte ushtarake, janë shitur për 2 lek në Bregdet, në vende turistike. Dhe ushtria është një minier ari. Nëse qënka vetëm një reklam që ka dhënë padrejtësisht Arben Imami, lëre se e bëj unë atë burgun e Arbenit. Por, nëse e ke seriozisht, futu Ministrisë së Mbrojtjes, bëj gjithë korrupsionin që mund të jetë në Ministrinë e Mbrojtjes, dhe pastaj normal. Ka qenë korrupsioni thua di arsye kryesore. Unë nuk e di. Shkaku është tamam si gjyqi në Çmie Hoxhës, që e morën në Çmie Hoxhën dhe dënuan për kafe. Dhe e dyta, ta lëm këtë pjesë. Pra ata e shohin që korrupsioni është selektiv. Te korrupsioni është selektiv.
Ndërsa te krimi organizuar, në këto 3 muaj që kemi kaluar, ne nuk kemi një eksponent të krimit organizuar të arrestuar, të ndaluar. Nuk kemi një të kërkuar i cili t'jetë kapur në Tiranë, apo ku dëgjon një grup kriminal që t'jetë të paktën dalë një foto wanted, kërkohet filani. Ne kemi kapur gjepista, këta që marrin skrap, kemi mbyt me gjoba makinat, a thu se krimi në Shqipëri bëhet nga makina që parkon dyshe, ndërkohë që kriminalë është shteti që ka lënë Tiranën pa parkim. Tirana është metropol, normalisht një njeri do të lëvizë, do mbarojë hallën qeveri. Do vjen nga anës burri botës, nga rreth s'ka ku parkon. Do shkosh do marrësh fëmijën në kopësht ose në shkollë, do shkosh blesh diçka. Ku blihen këto? Pra e kanë lënë me atë që e theksoj sërish, me një mungesë totale respekti dhe njerëzilliku për njerëzit, dhe bëjnë raporte që i morëm, i strehuam ata Romët, i mori ministrin Krah të Romën, shkoi vizitoi. I mori ata Romët e tjerë çojnë në spital ushtarak, në gazerma ushtarake. Thanë ata ç'a duam atje, s'kemi as jetesë as gjë. U morën, hajtë bëjmë një ligj për martesat të njëjtit seks. Gjitha për fasatë e Europës, po Europa nuk është, domethënë nuk janë si ne që e gëlltisim. Jo, thotë. Me njërë mbas vendimit që morë në Bruxelles, pati interpretime shumë shqiptare, sidomos rrjetet sociale, dhe disa ka interpretime që synonin të përcjellin mesazhin që ne Europa nuk na do. Sipas me, nuk është kjo arsye që s'na duan. Ashtu nuk mendoj çështje dashurie. Unë mendoj që Europa nuk mund të pranojë që të tallen me Europën. Nuk mund të pranojë një vend që s'ka standarde, sepse Europa, unë mendoj unë personalisht, qofse do ishte çuar kryetari i Partisë Demokratike aktual dhe ish kryetari i Partisë Demokratike, së bashku me kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, së bashku me kryetarin e Partisë Socialiste të Shqipërisë, kishin shkuar në Bruksel dhe të kishin thënë, ne, në emër të shqiptarëve, ju lutemi, na jepni statusin. Edhe në qoftë se kemi gabuar ne, mos e bëni për hallët atyre shqiptarëve. Në qoftë se nuk do ta kishte bërë Europa, të paktën këta do të ishin heronjë sytan. Po këta, mbas mosdhënies së statusit, filluan i pari një herë Edi Rama, që duhet tregonte që është burr shteti, tregoi që është një njeri që nuk mban asnjë përgjegjësi. Fajin tha e ka, mirë që sta Saliu, po e ka thënë për Saliun u bë bajat, fajin e ka Europa, tha. Doli Partia Demokratike, tha, ne bëm gati statusin, tha. Bëm gati, tha. Do me thënë, asnjë burr shteti shqiptar nuk thot, po mër po, kemi dhe ne hisën ton. Dhe hajde, shkojmë bashk, ja lypim Europës dhe i themi, jo për hatrin ton, për hatrin atyre. Bëjni dhe ne do ikim nga politika. Si ku dolëm? Nga kjo foto dolëm? Dolëm prapë këtë tualetit, nuk po ik muhabet. Foto tjetër. Është një foto shumë e bukur, shumë e kompozuar edhe nga pikpamja fotografike. Janë 2 doçka të njoma që kanë kapur një dorë të madhe, që mua më pëlqen të them është dora babait. Mua më kujton 2 djemtë e mi, të madhin Davidin e kam të rritur, është në klasë të 2, ndërkohë që Henri është i vogël, është për 5 ditë bën 8 muaj, dhe nuk ka gjë më të madhe dhe motivim më të madh në jetën e një njeriu se sa kjo. Domethënë kur 2 krijesa mbahen tek dora jote dhe jeta jote i përket atyre 2 krijesave tashmë. Domethënë nëse deri para se të krijoja familje nuk ja kam përtuar as sherrit, as çdo gjë tjetër që derivon, sot gjithçka është në funksion të tyre. Edhe puna, edhe ky profesion. Ndoshta nuk do të lodhesha kaq shumë. Do kisha bërë punë më të rehatshme, po të isha pa fëmijë. Tjerë mirë, mendon, kjo është një argument i rëndësishme, një temë e madhe. Ti mendon se prindi edukon fëmijët me modelin, me shembullin e vet, apo me pranin, me leksion edukate që mund t'i japi, duke i dhënë këshilla? Është modeli apo janë leksionet konkrete? Edukata që konkrete që jepet. Jean-Jacques Rousseau, që mbahet si një nga më të mëdhenjtë e kohës vet, me sa di unë fëmijët i çoj të edukonin tjerët se tha nuk jam i Zotit, tha. Domethënë mund të jepte leksione për këtë, po jo për vete. Unë për veten time, kjo është dilemë që sa herë e qorton ose nuk e qorton fëmijën, është dilemë që besoj çdo prind e ka mbrapa, bëra mirë, bëra keq, ta kisha bërë kështu apo ta bëj ashtu.
Ajo që unë kam, si thot kompjuter, user default, që nuk diskutohet, është pandryshueshme, është t'i jap maksimumin e dashurisë. Kjo është. Pastaj ata do të marrin në rrugën e tyre dhe mendoj që edhe ti dhe unë kemi ndjekur rrugën tonë pavarësisht nga prindit. Prindit deri diku ka pushtetin e tij, si puna atyre anijeve kozmike që janë në pushtetin e forcës gravitetit deri në pikë caktuar. Moment që u mbet largohet nga toka më, pastaj ka rrugën e vet. Është një pyetje që kam bërë shumë vetave. Ti mendon se pëllëmba e babait mund të jetë edukative në një rrethan? Jo. Në si rrethan? Absolutisht në si rrethan. Pëllëmba babait është vetëm... Ose edhe nënës, o edhe nënës, normal. Me qëse ti the dallohet do me babait. Pëllëmba babait ose nënës, në asnjë rrethan nuk është e mirë, është vetëm shkarkimi i nervave dhe ndodh. Çdo prind mund ta bëj. Mund ta bëj, por kafshon buzët. Sepse ne, sidomos në Shqipëri, e trajtojmë fëmijën si një qenie inferiore. Fëmia është një krije si ti e si unë, vetëm se s'ka fuqinë tënde. Imagjino nesër ti të mos bësh një gjë që i duket e drejtë, ti mos kesh fuqi do të japi me plumb fëmia. A nuk se thonë që në pleqëri bëhesh si fëmijë. Dhe ti për shembull për pamundësi ose për një gjë tjetër do bësh një zarar. Imagjino të kthehet ai fëmia do të japi plumb, do të ishte edukative për ty? Se mos mendoj interpretime kështu të skajshme. Me pëllëm, nuk pa ta parasysh një pëllëm që ta hedhësh për tokë, po një pëllëm me simbolikën e ndëshkimit, në një rrethan të caktuar, ekstreme. Po ka forma të tjera edukimi. Ndëshkimi nuk është. Okej, unë e bëra pyetjen për të marrë pikërisht për të përgjigje. Këtë po them që mua nuk më duket, është thjesht shkarkim nervash nga prindi dhe asnjë lloj efekti nuk ka. Fëmia do të humbasë besimin, do fillojë të humbasë respektin. Ajo është dhunë. Edhe në mënyrë verbale do të ishte mirë, por ne kuptohet që kemi progres nga që jemi rritur, po nuk mund të bëhem ideal, ne kemi kaluar për fatin tonë të mirë dhe të keq, kemi kaluar në disa epokë, ato që bota ka kaluar në 1000 vjet, ne kemi kaluar në 20, 25 le të themi. Ke dalë nga feudalizmi, pra nga buka me qep, ne epshin 2 lekë e bukës misrit kur merrnin bukën e grurit, prisnin fshatarët se mos i jepnin bukë grurin ne e blenim. Dhe sot kemi arritur që jemi makina tipi fundit, që kemi internetin dhe gjithçka në celular, që kemi luks të papar, ne kemi kaluar gjitha këto. Por kjo është vetëm në dukje, në thelb jemi ata fëmijët që jemi zënë poshtë, kemi ngrënë bukë me sheqer ke obori, që na ka shkull veshët komshiu, se ka pasur drejtë e komshiu të shkull të veshët. Po çuan se quajnë David Djeri? Henry. Po pse David dhe Henry? A bësh pyetje? Jo, nuk ka. David dhe Henry është, David e kisha unë, emrin e kisha, do më është një emër që mua më ngop. Edhe kisha shumë dëshirë dhe pa me njëherë sa morën vesh ishte djalë, thash më pëlqeu emri David dhe ishte shumë dakord me shoqe. Emri Henry ka qenë shumë interesant me shoqe, ka qenë në muajin e 2 ose 3 të shtatzanisë dhe shenjë ëndër që dikush e pyet, ç'fëmijë ke dhe i thot kam Davidin dhe Henryn e 13. Hapim shohim Henry 13 ishte një duk bavarie. Një tip qefliu kishte qenë kështu në jetën e vet. Unë nuk isha asnjë gjë kundra. Do të thënë, inshallah mbëhet kështu. Po ti e morë vesh a posteriori, mbasi e kisha vënë emrin. Jo. Do të mbasi kishte parë ëndrrën, pastaj kur lindi fëmia na ngeli një javë ca 10 ditë na ngeli pa emër. Përpara, ha. Mbasi lindi. Më tha, i them ti me shoqe, i them, ama se është turpe faqezes, pyesin gjithë sa u bë djali, si e ka emrin, s'ka emër. Shkrujtëm emrat tan. Edhe Davidi donte që vllajta kishte emrin Henry, me demokraci, me votim 2/3 fitoi Henry. Foto tjetër. Ndërkohë përshëndesim Davidin dhe Henryn, në? Rofsh, faleminderit shumë. Po. Për fatin ton të keq, mund të ishte edhe në Shqipëri kjo. Ose më saktë, mund të ishte edhe një foto reale nga Shqipëria, se atë që i kemi bërë ne tokës dhe gjithë mjedisit, asnjë pushtues nuk na ka bërë. Ndëti turku 500 vjet, erdhi italiani dhe gjermani, këtë nuk ja ka bërë askush në emër të asaj që po thonim perëndis para. Vetë shteti ka toleruar prerjen e pyjeve, duke thënë që për shkak të varfërisë, le të shesin. Kjo është një shqetësime dhe mija të mëdha. Dëmi është absolutisht shumë herë më i madh se sa një pemë. Domethënë, nëse ti sot ke 10 fishin e parave që bën një pemë,
ti nuk e mbjell dot atë terren, sepse ka ciklet e veta. Mi po, nuk është puna se prishe një kodër, ose prishe një hapësirë shumë të madhe, po le mos jetë pyll, jetë livat. Ka gjithë pasojën e saj, duke filluar që tek bimësia, që tek ndikimi në atmosferë, do më thënë në atmosferë, ndryshon moti. Nuk ke më shi në një vend ku s'ka pemë. Nuk ke më gjallësa që të bëjnë si tush riciklimin e gjithë materjes organike. Dhe katandiset toka, vërtet i mund të kesh hapur kullot, mund të kesh hapur tokë bujësore. Po ajo pasaj të katandiset shumë një shkretir të plasaritur, sepse nuk ka më asnjë lloj produkti, asnjë lloj rentabiliteti. Mendoj që krimi më i madh është që ja kemi bërë ne shqiptarëve mjedisit tonë dhe që është një gjë absolutisht e riparueshme për ta vujnë brezat në ata që do rinë në Shqipëri. Se kam përshtypjen që 1 në 2 shqiptar që kur lind e bekojnë, i thonë. Në fakt, mirë, kam dëgjoj shumë njerëz që identifikojnë veten me përmbyshjen e madhe që ndodhi në vitin 90. Kam qenë edhe unë pjesë e përmbyshjes atëherë. Edhe unë. Por disa, si thua, që janë trashëgimtarë politikë të asaj përmbyshjes. Kam parasysh Partinë Demokratike, Demokratët, një pjesë prej këtyre, her pas here numërojnë dhe avantazhet që, si thua, të mira që kanë ardhur mbas përmbyshjes dhe kanë drejtë. Mirë, po kur bën këto arsyetime, ata flasin për avantazhet, mua më shkon në mendje ato te lumejnë që janë gryer, te Brexiti që është shkatëruar në mënyrë të pakthyeshme, të pariparueshme, te pyetjet që janë prerë. Edhe në fakt edhe unë mendoj dhe më vjen mirë që theksove edhe ti që është një nga dëmat më të mëdha që nuk është bërë ndonjëherë në ndonjë regjim apo në një kohë tjetër Shqipërisë. Edhe një gjë në këtë kontekst që shumë bukur e provokove. Ne themi që komunizmi, se edhe ti dhe unë jemi çuar që në atë vit, unë për veten time me pa pikën e problemit le të vdisja, vetëm të binte Enver Hoxha. Dhe pastaj erdhi puna që nuk u bë në asnjë moment analiza e regjimit. Se po të ishte bërë analiza e regjimit, do të thuaj që kjo është e mirë, kjo është e keqe. Dhe ishin të detyruar nëse do i thoshin të mirë ta ruanin. Do të ruanin pyllin, do të ruanin ujërat, lumet që janë pasuri e parikthyer, nëse ti dëmton një lum. Për shembull, është prishur plazhi Patogut sepse ndryshuan atëherë rrjedhën e lumit ishëm. Edhe sot ajo është lagun. Janë prerë pyje, o doq priska. Vjet është djegur sistematikisht priska. Nuk merresh e vesh nga binte zjarri, po aty është kabull elektrik, ka asgjë. U doq priska. Të duhen ajo do kthesi Taraboshi, do bëhet rrafsh, dhe ata do ta vojnë kur të bjerit borxhi ti marrë Orteku para. Po ashtu më thot një miku im, thot dola për gjuhë këtej nga mas qafshtamës, dhe u ktheva do se s'kishte pyll, nuk ka pemë, dhe nëse s'ka pemë, s'ka as zoqë, as leboj, as gjë tjetër. Është një shkretir. Dhe është katastrofë të dritë shpirti kur mendon se si e ka ta ndisur Shqipërinë. Ecim tutje, foto tjetër. Për humor do thoja se si e ka emrin kjo gjë. U bën ja të paktën 10 vjet. Kjo gjë e cila? Stilografi. 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 Shefas, ti nuk e mban mend, për një arsye të thjeshtë, se ti unë dhe shumë nga ne nuk e përdorin më. Ka dalë kompjuteri, ka dalë mjetet e tjera, dhe ne kemi haruar të shkruajmë. Stilolapsin nuk e përdor ndonjëherë, prandaj më doli mënyrë fiktive stilolaps. Po stilografi ka qenë një nga ato që ne na rekomandojnë fillore. Mua më ka pëlqyer. Lapsi dhe stilografi ishte bukur shkrim. Edhe shkrimi me dorë është, ku diun, është tjetër, është një lloj jo dashuri, domethënë nëse ndajmë dashuri seks me kompjuter është seks. Ndërsa me seksi kush është kompjuteri? Kompjuteri. Po thjesht pa ndjenjë pa shpirt, Normal po ti e merr dhe der teknikisht atje. Kurse me dorë është kjo shkrimi i bukur, s'ma nxë rreshti, mos e shkruaj gabim se si kthehem më. Dashuria. Kjo është dashuria me stilografin. Edhe kjo është relike. Ti sa kohë ke pa bërë dashuri? Po themi për stilografin ka një 15 vjet. Ka pasur raste sporadike kështu flirte, po za seks bëhet për ditë. Seks, po 6 orë ditën, 7 orë ditën. Për gjitha dhe gjithë sa po janë sinkronizuar me ora njozi. Po nuk kemi këtë playboy. Po plasim shumë në mënyrë alegorike. Dgjoj, po ty fillon shpesh që të shkruash me stilografi. Jo, apo nuk. Jo fare, edhe një adresë të shkurtër, more, kur japim dikujt, ja i sekond, po pam print merr një A4 edhe ikën. Për se gjunaf. Gjunaf, është vërtet gjunaf, po ja, çu erdhën kohët. Foto tjetër. Po. Ti përmendë me Roxhën.
Po, ja fol për qenin Begadiskopin, thot populli. Nuk di që libër ishte ai, nuk lexoj shumë qartë. Vepra duhet jetë një gjë. Po kjo ka qenë edhe nëpër plakata e stilizuar, kazma, pushka dhe libri. Po libri binde jo çdo lloj libri, këto librat veprat e Enverit, i cili po ashtu siç ka bërë Balzaku komedinë njerëzore dhe ai ka bërë ato raporte dhe fjalime. 84 vepra të shokut Enver. Edhe kishte njerëz që unë kam pasur shumë qejf që dinin citate, po një citate përdorte në 200 kontekste. Ndërkohë që kazmën dhe pushkën, shumë herët unë kam kuptuar mirë për kazmën dakord, dhe di që është mjet shumë i rëndë dhe mi ka bërë duart me kallës, unë kam punuar në pushimet e verës, kam punuar që 14 vjeç. Një herë kam hedhur beton, punova ja 2 muaj për të njohur me punën. Edhe më bënte duart me kallo, po edhe këto aksionet e shkollës. Edhe mendoja po shumë të fortë të fshatarë, se ne punonim, bënim një gërvishnim i çik, edhe na digjeshim duart, kurse ta hapnin kanal me duar. Ndërkohë që këtë pushkën, në fillim fare, mirë haqë e vrasim armikun. Pastaj kur pam se bëm zborin, dhe kur kuptuam se ç'është armiku, duke gjëja më idiote në botë. Kam patur një shokun tim komshi, shkoi ushtar në Kakome, mos ka bëj. Edhe tha, ne ishim artilleri, edhe flinim në alarm, tha flinim me këpucë. Mirë po tha, që të shkonim deri ke topi, e zëm se ishte topi gati, tha. Alarmi, dhe të shkonim ke topi, tha. Duheshin 12 minuta. Ndërkohë që na shpjegonin me manual ta që avioni nga Bari deri në Tiranë donte 2 minuta e gjysmë. Domethënë sa shkonin ke topi kisha ardhur 4 herë avioni dhe ne do të luftonim armikun. Prandaj them që duhesh e bër analiza e sistemit që ti thuhesh të bardhës bardhë, zezë zezë, që e bardha të mbahej, të ruhej, e zeza të mos përsëritet, se ne kemi shumë dukuri të komunizmit që vazhdojnë na përsëriten sot. Ne kemi këtë çështjen e citateve, e këtyre gjërave jo në këtë formë, por kemi forma të tjera. Ne kemi njerëz që kanë bërë karrierë se thon kështu tha filani, tregojnë dashurinë për partinë, marrin këto lloj stereotipesh në aktivitetet ndryshme, ngjitur me kryetarin nëpër fushata. Ka dhe njerëz që thonë me krenari, unë kam bërë fushatën e filanit tot. Më takon ky vend pune. Dhe është një lloj militantizmi, një formë tjetër, por që cila është, nuk di, në një analizë, nëse e ke bërë herë tjera, nëse si e bërë, mund t'ja bësh edhe këtu, po, analizën e regjimit, po, një analizë shumë të thjeshtëzuar. Cili është mëkati më i madh i regjimit të Enver Hoxhës? Mëkati më i madh i regjimit të Enver Hoxhës është ai filloi çrrënjosjen e humanizmit. Sot diskutohet se humanizmi ngacmon fjala rilindje. Nga është lufta e klasave thua. Erdhën jo në përgjithësi dehumanizimi. Domethënë, si ishte thjesht çështja e luftës klasave, ishte ajo që është një libër për mua është Okej, ke drejt. Dehumanizimi edhe pjesa që nuk dëshkojnë nga diktatura. Sa Bibla ose Kurani është libri 84 i George Orwellit. Ai ka bërë një sintezë të atyre që ishin atë periudhë makartizmi, fashizmi, nazizmi, komunizmi që po linte, dhe nga viti 48 që ka shkruar atë libër, ndron vendet 84 e parashikon një botë në mënyrë të frikshme siç po bëhet sot. Big Brother vjen nga ai libër. Ishte vllai i madh që i survejonte të gjithë, që ishte kudo etj. Dhe ka një shprehje shumë të bukur që ne kemi patur në komunizëm, dy mendimi. Dy mendimi ishte që tjetër gjë ti mendoje me veten tënde dhe tjetër gjë ishte detyruar të mendoje për ta shprehur. Dhe këtu filluan shumë gjëra. Ne edhe në shtëpi ishim të detyruar të flisnim prindit që mos ndikoheshim në gabim. Shumë bukur, ja, duhet ndihmuar shoku, duhet bërë kjo gjëja. Ndërkohë që kishim bisikletë, do të dilte do lindte kalamajt rrugëve prindi. Pra, aty zë fill dhe ne, më ka thënë me shumë të drejtë një miku im, sot po paguajmë atë që kemi mbjell atëherë. Atëherë ka filluar shturja e humanizmit dhe po e paguajmë sot, se ne edhe atëherë filluam këtë lloj solidariteti që u përpoqën ta bëjnë me dhunë, që jo duhet ta duam shokun e tjerë dhe ne bënim sikur e donim, ndihmonim shokut, ndërkohë që ja fusim çdo moment. Kur u liru ky muhabeti të futmes, ja fusim me kënaqësinë më të madhe, edhe sot jemi edhe fitimtar. Ti mendon se Enver Hoxha ishte pjesë, si thua, e sistemit të madh komunist që pushtoi gati gjysmën e Europës, apo ishte produkt shqiptar i jonë? Unë mendoj që Enver Hoxha ishte produkt i marrëveshjes pas luftës, marrëveshjes Jalus. Po ne themi që regjimi i Enver Hoxhës ishte më mizor se të tjerë. Është më mizor sepse ishte jashtë sistemit. Sepse as Rusia nuk e deshi më Enverin dhe e la të lirë, në një farë mënyrë si la Titon deri diku, po Tito ishte shumë
më i zgjuar dhe shumë i shkathët se sa Enveri. Ndoshta edhe ai federate, konfederate kishte shumë më tepër presion, ndërsa në Shqipëri na gjen siç na gjen çdo regjim. Ne jemi të urtë, ne themi e ha Muçi për shkakun, themi sa mirë që e ha Muçi. Po pastaj hangri Muçi pse do të çohem unë? Si del ai zot vetes dhe neve rrim kur e ham të gjithë, pastaj nuk ngrem kokë dhe presim nga Zoti. Inshallah na ndrohet udhëheqësi. E ndrojmë udhëheqësin, themi ky të qërrohet, po të vi kushdoj. Vjen ky, akoma më keq na e futemi. Do ikë edhe ky një ditë. Kështu ishte edhe puna e Enverit. Ne kishim zot nga të pasurit, e shfrytëzoi Enverit dhe ndërtoi atë që ndërtoi. Kuptohet duke shkatruar shumë. Foto tjetër. Kjo nuk e dia ka qelluar apo e ke zgjedhur Engas, po Engas për çfarë? Republika e Shqipërisë hani i Hotit. Edhe direkt më vjen kështu asociacion një han me dy porta. Vetëm se shkruar gabim, duhet mirë se vini. Jo, shoh sipër, Republika e Shqipërisë hani i Hotit. E çat keq e ka sipër? Jo, asnjë gjë nuk ka, vetëm një lloj asociacioni kështu me hanin me dy porta. Hani i Hotit. Në kjo puna e kufive, se the që e ngritur në atë periudhë, unë e di, po edhe unë jam ngritur si të gjithë për një Shqipëri që të bëhesh e pjesë një familje të madhe. Dhe gjëja e parë e një familje është heqja e gardheve. Brenda rregullave normalisht, po heqja e gardheve. Ne sot jemi 2014, diskutohet të kthehen vizat, të mos kthehen vizat. Të jepet statusi, të mos jepet statusi. Domethënë, po pse? Se ky vend është realisht paktën deri sot një han me dy porta. Secili që ka param dhe është i lidhur me pushtetin, është zot dhe superfuqi në këtë vend. Dhe gjithë pjesa tjetër janë vuajtës raja, që në çdo moment përpiqen të dalin, të gjejnë një punë tjetër në Europë, dhe ne Europën që themi duam të hyjmë në Europë. Një pjesë e madhe nuk e di se ç'do thotë hyjmë në Europë, po do thotë mendojnë që do shkojmë në Europë do gjejmë një vend pune. Nuk është ideja që të bëhet ky vend si gjithë Europa, se paktën ashtu ka qenë slogani i parë, duam Shqipërinë si gjithë Europa, që ky vend të bëhej si Europa, jo të iknim në Europë, siç ka ikur 1/3 e shqiptarëve. Ishte kënaqësi që të pallë këtu. Faleminderit. Shumë faleminderit që më thirrë, ishte kënaqësi që biseduam. Të uroj dhe një vit të mbar. Rrofsh gjithashtu. Mirë atëherë dashur teleshikues, ky është dhe programi i parë për vitin e ri 2014 dhe unë ju uroj edhe një herë gëzuar të gjithëve. Bashkë do shihemi si gjithmonë të premten tjetër. Deri atëherë, një tjetër.